Nëse gruaja dën me shku umre, e burri nuk është i pajtimit që gruaja të shkoj, si të veproj. Shiko, është mirë me gjetë një mesatare që as mos mu prish me Allahun, as mos mu prish me bashortin. Umreja është sunet, nuk është farz. Nëse është në pyetje haxhi, kisha me thonë që nëse plotson kushtet tjera, për shembull ka mahremin, i ka mundësia të gruaja, ban me shku edhe nëse do të rrezikohej bajegu shumë muhabeti mes burrit edhe gruas, jo deri te shkruarzimi. Nëse gruaja di që burri e ka qasi truni, që nëse shkon në haxh gruaja, ai e lëshon, e shkruarzon, atëherë edhe haxhin kisha me thonë me vonu derisa të zbutet pak situata. Te umreja është sunet. Respektimi dëgjimi i burrit është bajegu farz, por a ka raste kur burri të urdhnon me diçka që o gabim? Po, ka raste. A mos me dëgju? Na parimisht themi kur am pyetje urdhni Allahut edhe i burrit, edhe i çdo kujt tjetër, urdhnin Allahut e qesim përpara. Por urdhni Allahut këtu është sunet, umreja nuk është farz. Prandaj ka tolerim. Kurse respektimi i burrit bajagu është i rëndësishëm. Çka me bë? Nëse mendon që burri i ka veç fjalë, thot, unë s'po kam qefti me shku, po nuk i ka veprime që mund me pas pasoja në martesën e juj, atër shka. Nëse ke frikë që mund me pas pasoja, hidhrim, përçamje, njetën bashkërtore, me hum dashnia, Zotin arruj shkurorzim, atër thëmë mos shka. Mos shka. Sepse umreja mbetet sunet. Por e këshilloj burrin këtë rast, aman o burr, o burri dhe jut, lebre grun le qkan numre, përderisa s'ke ndonjë arsye me enal, arsye fetare, arsye të logjikshme, arsye morale, po plotson kushtet, po shkon me mahrem, po shkon që lyp Zotit, aman, lebre le qkan numre, pa gratë ju shkoj njerëzve në det, i ka 2 javë det edhe s'pja vet letrat burrit, gruaja jote po shkon në qabe. Kuptoj e pak, pse se len? A veç pse po ki mundësi, ma se ba një gjatë tillë. Allah të përmirësoft.